Ilir Meta ka falendëruar Kryesinë e Partisë së Lirisë për miratimin e kërkesës së tij për të kandiduar në listat e hapura në zgjedhjen e 11 majit. Ilir Meta, bashkë me disa kolegë, hynë në grevurie në vitin 2008 kundër ndryshimeve kushtetuese që sollën listat e mbyllura dhe vran parlamentarizmin e vërtet. Ilir Meta në vitin 2005, për të gjithë ata që kanë humbur kujtesën, edhe pse kishin mundësinë të dilnin deputet nëpërmjet sistemit proporcional, bëri një akt të rëndësishëm politik duke vendosur veten vetëm në mazhoritar, sepse për mua më i rëndësishëm është bllokimi i procesit evropian të vendet se sa thjesht garantimi i një mandati deputeti. Presidenti i Partisë së Lirisë theksoi se vendimi i tij për të krijuar LSI-n nuk ishte qëllim personal për të bërë deputet, po për të garantuar rotacion politik dhe për të zhbllokuar integrimin e Shqipërisë. Është detyra ime të udhëheq Partinë e Lirisë me shembullin tim dhe të luftoj me të gjitha fuqitë e mia për të treguar të gjithëve se kjo është një betejë që në radhë të parë kërkon sakrifica ekstreme për të futur në një llogari meskine, afat shkurtër nga ata që mendojnë se politika është narrativ apo perceptim. Meta kishte një vend të sigurt në listën e koalicionit opozitar të drejtuar nga Sali Berisha, por pas refuzimit të tij, pritet që ky vend t'i kalojë Edi Blushit. Ky vendim vjen në një moment kritik për opozitën e cila po përgatitet për zgjedhjet vendimtare të 11 majit.